Alo, përshëndetje. Mirë se erdhe. Po, mirë se vëgjej. Çfarë të mirë të solli, çfarë mirë të solli? Jo, unë i salt jam gjithë me juve, mirë po ju thirr pak ma roll. Pak ma roll. Mirje? Puna, mo jam për mirë të ishtash mirë. Zohem. Jam për dëgjuzve të por, më i më thonë, jam ordi nëse të kujtohet. Ardi, F2000. Bash. Për një me? Bash. Me morë në shtire ki. Oh my god, për një me Ardi F2000, se veç më thaj i këtë diçka ngry. Kështu e ke pas adresën Instagram duket, a Facebook, a ku ke pas? Oh my god. Qashtu, në Instagram. Ka një herë mu më frikson që kjo nuk më doket normal. Qa bën sot Ardi F2000? Oh my god, frikshme. Punë, për shkak edhe firmës në përshëv që i kumë punu atje, tani e kumë posë ashtu si logo. E di që e ke pas si logo, unë pastaj veti kumë bajt rjetet e radarit, socialet, dhe di që ke qenë pjesë e komenteve, këty në organizimeve humanitare, ndaj që ashtu të mbaj menë, si Ardi F2000. Atë Ardi e një. Shumë drejt. Qka të mungon mas shumë ti prej radar atëherë, Ardi? Nuk e di bre, nashta ku ha u konë pak ma, edhe rjetet sociale në konë pak ma, ka pos ma pak, u konë, dyshysh u konë ma lezet kur thirë shumë, ose kur shkru shumë veç me mesazhe, kur u konë, dyshysh u konë pak një farë na mungon shumë, ka shumë sene që na mungojnë. Shumë, edhe ka shumë njerëz, jo shumë, po ka edhe njerëz që na mungojnë. Ka njerëz që nuk janë sot me neve, ka shumë tash mos tim. E ditë, veç diçka se nuk ka emision tonën që nuk e ngoj. Edhe me gjithë se jo veç emisionin tanë, po prej mëngjesit në ora 5, që edhe punën e kam asiloj tash që një kohë punoj një fabrikë të tjera. Edhe si t'ja fillojnë 5 ora me ngu modej, dalë për pune, u t'jam paradite komplet i ngoj, mas dite tani qashtu, ma shkut me duazin jam shumë i lëtë, edhe vetë, edhe familjarisht, edhe jem, shme thonë, një familje, shumë herë koj, nuk e ki din ti so herë ma bojnë punë aty, shok, janë Gjermane, Polake, ku ta dijune, të li. Qka u bo me ty, kush miram, qka ki qka u bo, miram. Që na, jem një shoshni edhe një gjenerat, më me thonë, edhe shoshni kështu në përgjithsi, mirë po, mu më do këtë që jem një gjenerat, një gjenerat ma të ndishëm. Kisha mujtë me thonë se jem gjenerat pak ma ndishme. Na, edhe kemi taku njerëz kur kam pas nevoj, edhe kemi bo shumë për ta tash këtu, ky komunitet ka kriju një lidhje përtej dinamikës rrjeteve sociale që ndodh sot. Na jena një komunitet që i kena prek senet, i kena shku në shpe. Por gjeneratat 20-22, si ka ndjenja tona më duket. E ti e sa une, Ardi? Me so peshone nuk i kanë ndjenja tona, mirë po fjeta që ashtu tash. Mirë, shëqër jemi ne, nuk jemi shumë pas të në para të në. Jetojmë bashkë në një kohë. Nuk e ki idejnë ti so në dëgjohësh edhe qëfar vlera shkise që e shef vetën nashta pak jo, se shë. Nuk mund me po ti që shtrohëm në ty. Jo. Edhe rrjedhën e emisionit të programeve ka na të shtrohëm pak më ndryshe. Apo ti të edhe ekipa juje gjithë të më njënë të shkas. Unë rrallë thire, me gjithse nuk kua për që ashtu e puna nuk pëti as vetë si këtu mo që shumë bo një farforme mirë bën, Ardi, mirë bën nëse vjen Kosovë më ardhme në ataku? Allah e vredi të po, me ardhë
vi... Ashtu s'qysh vjen për familjen tënde, ti ke dhe një familje tjetër që duhesh me ardhme në taku. Po, e di, po, vina që me do të qysh si për gut vina, si për gut kthehom. Në llogaritë se e ke obligim, kemi 12 vjet që njihem dhe s'ke ardhme në taku. Po. Okej, të pres pra. Këti kem të kufizune. Po... Ti vje me aeroplan? Premtoj, oj, valloj rollë për vishë, s'ma dënë nalë, për ma mirë për toke. Okej, qenë kemi njejt. Ma kam propozu një farë hapi të tregoj në privat. Kur udhtojmë. Valloj, nuk, ma shumë për toke kam qështë. Edhe unë. Amo veç për... Mirë arsh, kur do që vjen ardi unë të pres, mirë arsh. Edhe të përshafi shumë edhe falimderit që je me ne, tash e 12 vjet. Premte, e dit nuk mëj me thonë që nuk ko dit. Veç kur e kam në i termin edhe jam në zonë, për shambull kështu, edhe s'muna me qelë radjen, se për nëryshe non-stop jam me juve. Ne vlerësoj shumë. Edhe